Skulptori i njohur Gazi Gega ka realizuar skulpturën e heroit kombëtar Adem Jashari, e cila është instaluar së fundmi në oborrin e shkollës 9-vjeçare të Hamiljet. Kjo vepër artistike përfaqëson një simbol të fuqishëm të sakrificës, lirisë dhe qëndresës shqiptare, duke sjellë figurën e komandantit legjendar më pranë brezave të rinj. Iniciativa për realizimin dhe vendosjen e skulpturës u ndërmor nga Haki Gurguri me origjinë nga Hamili, i cili luajti një rol kyç në organizimin e këtij projekti. Ai arriti të mbledh fondet e nevojshme fal kontributit dhe solidaritetit të komunitetit kosovar të zonës, duke dëshmuar edhe një herë lidhjet e forta shpirtërore dhe kombëtare mes shqiptarëve kudo që ndodhen. Ceremonia e instalimit u zhvillua në një atmosferë solemne dhe plot emocione, ku morën pjesë qytetarë, përfaqësues të komunitetit si dhe autoritete vendore. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm dhe Nusret Abdullahi, nënkryetari i Bashkisë Fier, i cili vlerësoi iniciativën dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike përmes artit dhe edukimit. Të pranishëm në ceremoni ishin gjithashtu dhe veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, prania e të cilëve i dha aktivitetit një domethënie edhe më të thellë historike dhe emocionale, duke nderuar sakrificën e Adem Jasharit dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë. Vendosja e skulpturës së Adem Jasharit në ambientet e një shkolle ka një domethënie të veçantë, pasi ajo shërben si burim frymëzimi për nxënësit dhe si një mësim i gjallë mbi historinë, sakrificën dhe idealet e lirisë. Kjo vepër mbetet një pasuri kulturore dhe kombëtare për Hamilin dhe më gjerë. Ja, ti let dheu i Kosovë! Ati! Zbulimi! E komandantit legjendar! Qëndër! Dhe... Ro! Qëra zonë edhe pakët, ej! Jemi këtu me skulptorin Gazi Gega, i cili së fundmi ka realizuar një vepër që është instaluar në oborrin e shkollës 9-vjeçare të fshatit Hamil. Është pikërisht statuja e luftëtarit legjendar Adem Jashari. Gazi, nga e morët iniciativën për të krijuar këtë vepër dhe për ta vendosur pikërisht në shkollën e Hamilit, ku ne dimë që aty jeton një komunitet kosovar i vendosur që për viteve 20 shekullit kaluar. Po, siç e thatë dhe juve, aty është një komunitet kosovar, ka djemë të plak, domethënë, Shkëndia lindi nga këta djemë të komunitetit fshatit Hamil, me në krye zotin Haki Gurguri, që ka bërë një përpjekje të paparë, një përpjekje kolosale, po të themi, për këtë vepër. Dhe ishte një nder për mua kur ma detyruan këtë vepër, jo ma detyruan, po kur ma lanë mua këtë për ta bërë unë këtë punë. Ishte një nga kulmi i karrierës time, besoj, dhe unë e punova me pasion, me dashuri, ashtu siç ai heroi ynë kombëtar ka fluar komplet familjen vetveten dhe i dhash një përkushtim tamam si i takonte atij heroi ton kombëtar. Vura re që dje në oborrin e shkollës ishte mbledhur një grup i madh luftëtarësh, veteranë të UÇK-s, kishte banor të fshatit dhe njerëz të tjerë të cilët e inauguruan veprën. Përshtypjet nga ceremonia e djeshme, ju si autor, çfarë ju bëni përshtypje, çfarë pat dje? Po, një pjesëmarrje jashtëzakonisht e madhe, e ngrohtë, ishte shumë kosovar, gjithashtu edhe komplet nga komuniteti i fshatit Hamil. Po si ka mundësi, sepse mua më bëri habi një gjë tjetër. Shumë ne jemi në media nuk e morën vesh për këtë event. Në bashki, një veteran të shtin tek parku te Shatërvani dhe hidhet me njëherë te faqja e bashkisë. Pse nuk u bë ky event kaq i rëndësishëm dhe kaq patriotik? Nuk u shpërnda në qytet, nuk e mori vesh media, nuk u shpërnda në faqet e bashkisë apo në faqet e autoriteteve tjera. Kishte prezent nga bashkia dhe dhan ata një kontribut? Po, ishte zoti Nusret Abdullahi nga bashkia, edhe i ka dhënë një kontribut fort dhe përshëndes dhe Nusretin. Pjesa tjetër nuk mund të jap dot në një mendim, nuk mund të flas dot, nuk e di se përse ndodhi kjo për një
ngjarje kaq të madhe që për mua kjo është një ngjarje historike. Një përshëndetje të vogël do t'jap unë Tiku për të. Vetëm Aki Gurguri ka qenë interesuar, i vetëm individ pa mbështetje ekonomike, është drejtor televizionit apo dhe ka kërkuar një bashkëpunim. Mbështetje mediatike. Por ai ishte individ, jo iniciativë shtetërore. Kjo ishte një iniciativë private, e financuar privatisht, dhe pavarësisht se bashkia kishte një përfaqësi përsëri qoftë edhe nga pikpamja e mbështetjes mediatike, ishte shumë e vakët, sepse unë e pash si ngjarje në faqet në Facebooket personale të njerëzve, nuk është se ishte diku, domethënë zyrtare. Një opinion në përgjithësi, domethënë si skulptor për zbukurimin dhe dekorimin e Fierit me këto vepra nga Si të duket Fieri, domethënë si Opinion për mua, unë po e shikoj dhe veten, kjo më duket një jo mbështetje kundrejt artit, më duket si njerëz të lënë arrest, që neve nuk kemi as popularitet në Fier që të na njohë dikush, që kemi bërë vepra nga Greqia dhe s'kemi lënë vend pa punuar në vendet botës, më shumë na njohin andej se sa këtu në vendin tonë. Po kjo për neve nuk është zero para gjithë asaj pune kaq të bukur që doli për heroin tonë të madh kombëtar.